Qendra për promovimin e të drejtave të grave në Drenas është themeluar në vitin 2012 me misionin për të fuqizuar gratë dhe për të mbrojtur të drejtat e tyre nëpërmjet mbështetjes së vazhdueshme dhe përfshirjes aktive në shoqëri. Që nga themelimi i saj, kjo qendër ka luajtur një rol kyç në përkrajen dhe fuqizimin e grave të mbijetuara nga dhuna seksuale gjatë luftës në Kosovë. Kjo qendër ka qenë një pikë referimi e rëndësishme për ofrimin e mbështetjes psikosociale, duke krijuar një ambient të sigurt dhe mirëbesues për gratë që kanë përjetuar trauma të thella. Sipas drejtoreshës së Qendrës për promovimin e të drejtave të grave, Kadire Tahiraj, kjo qendër numëron rreth 700 gratë anëtarësuara, ku 370 prej tyre janë të mbijetuara nga dhuna seksuale gjatë luftës. Sipas saj, kjo qendër nga fillimi ka luajtur një rol të rëndësishëm në jetën e grave të mbijetuara nga forma të ndryshme të dhunës, duke i ndihmuar ato në procesin e rehabilitimit dhe fuqizimit personal. Qendra për promovimin e drejtave të grave është themeluar në vitin 2012, po përvoja jonë ka qenë edhe më hershme. Jemi duke punuar, janë të anëtarësuar me dikon rreth 700 gra, po në mesin e këtyre grave janë edhe afër 370 gra të mbijetuara të dhunës seksuale gjatë luftës. Misioni i qendrës tonë është promovimi i drejtave të grave në të gjitha sferat, në veçantë jemi dedikuar grave dhe vajzave, po dhe burrat të cilat kanë përjetuar dhunë seksuale nga forcat serbe. Qendra jonë ofron shërbime psikosociale, rehabilitimi, po dhe vitet të fundit kemi fokusuar më shumë në fuqizimin ekonomik të mbijetuara të luftës, ku punimet të mbijetuara të luftës tashmë janë në tregun e Kosovës, po dhe jashtë Kosovës. Me mbështetje, do nisem në mbështetje të kryetarit të komunës zoti Ramiz Ladrovi, i cili na ka mbështetur fuqishëm, gjithashtu edhe në objektin tashmë që kemi dalë që një 2 muaj. Kemi hapur këndin e Kurres në komunën e Drenasit fillimisht. Kryetari i komunës Drenasit ka shërbyer si model në komunat e tjera, që kemi arritur hapëm këndet e Kurres në 6 komuna të Kosovës, Lipjan, Skënderaj, Malishev, Fush Kosovë, Istog. Tash kemi kërkesën e Voshtria dhe me tutje për të përçuar zonat të mbijetuara të luftës. Kështu që përmes artit jemi të menduar çdo cep të Kosovës të përçojmë zonën të mbijetuara të luftës, por edhe jashtë Kosovës. Kemi këndin e Kurres në zyrën të presidentes, ku jemi të 4 organizata, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e Mbijetuar të Torturës, Medika Gjakova, Medika Kosova, ku punimet të mbijetuaras janë edhe të pranishme në këndin e Kurres. Sipas drejtoreshës Tahiraj, rrugtimi i kësaj qendre nga themelimi deri sot ka qenë i gjatë, duke filluar nga identifikimi grave në regionin e Drenicës, paragjykimeve, frikës së rrëfimit të ngjarjes e deri tek pranimi i realitetit dhe te kalimi nëpërmjet seancave psikosociale që i ka ofruar kjo qendër. Ka qenë një rrugtim shumë i gjatë, një rrugtim me plot sfida, po me mbështetje të donatorëve, me mbështetje të Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e Mbijetuar të Torturës, në mbështetje të rrjetit grave të Kosovës, në mbështetje të presidentes Jajaga, në mbështetje të komunës që kemi veçanërisht, se pa mbështetje komunës na s'kishim mujt me lëviz, kemi arritur të identifikojmë shumë gra në regionin e Drenicës. E vetmi organizatë është organizata jonë, e cila ka mujt me arrit deri në derën e të mbijetuara të luftës, ka qenë shumë sfiduese, për arsye se institucionet e Kosovës shumë e vonese ka marrë me i trajtu këto raste. Në vitin 2018 ka fillu ligji për të drejtën e beneficionet që ha pensiona për viktimat e dhunës seksuale. Ka qenë shumë sfiduese për arsye se Drenica ka qenë një ndër vendet më të prikur nga lufta. Ka qenë shumë tabu kjo temë, komunën tonë edhe me gjerë edhe në krejt Kosovën, po me gjithat me vullnetin që kemi pasë, me dëshirën që kemi pasë, kemi arritur të identifikojmë rastet e cilat tashmë gëzojnë edhe pensionet nga qeveria e Kosovës. Edhe pas 26 vjetëve nga lufta, sipas drejtoreshës Tahiraj, ka ende gra që paraqiten te kjo qendër, të cilat rrefejnë traumën dhe stresin e përjetuar. Akoma
tash mas 26 vjetë, gratë që kemi, gratë reja që lajmërohen, koma janë të komplikuara për traumën, për stresit, për shkak se është zgjeru familja, shumë vështirë, tash i vjen ndoshta më lajmëro se në fillim. Na në fillim, kur e kemi hapë organizatën, kemi pas komunikim me komunitetin, me familjar, edhe jo që kemi arrit na me shku direkt e dira tyne, po na kemi identifikuar një të mbijeturë luftës, aja na kanë ndihmu me identifiku të tjerat, pasi që dënimi ka ndodhë grupor jo individual. Kështu që na kanë ndihmu se cila mbijetur ka kontribu për identifikimin e kolegës shoqës vetë të cilat kanë ndodhë në vendin e ngjarjes. Drejtoresha Tahira i thot se në vazhdimsi kanë organizuar edhe aktivitetet të ndryshme me qëllim të vidhjesimit dhe mbështetjes apo fuqizimet ekonomik të këtyre grave. Na kemi pas fillimisht me aktivitete vidhjesuese kemi shkuar me fushata të ndryshme të cilat i kanë nxit edhe komunitetin me mbështet këtu gra. Mas së shumë të kemi pas aktivitete fuqizimit ekonomik, për arsye se jemi dedikuar fuqizimit ekonomik se shumë gra jeton në familje, për të mbuluar pensionin e cilën e marrin, o dash na më marr domosdoshmë me fuqizimin ekonomik të tyre. Kemi arritur, kemi pas, na ka mbështet ambasadorja turke, UNICEF-ët të cilët kemi qenë Tiga Kosova, kemi qenë Turqi, në komunën Balikësir, ku gratë janë mësu me punu varëse e broshe, që tashmë këto broshe janë edhe jashtë Kosovës, se cilët edhe presidentja Kosovës, zonja Vjosa Asmani, çdo kohë i dhuron këtu edhe për çan zajën e krimit lutës. Kemi pas përmes UNICEF, përmes kishës protestante, e cila vazhdimisht na ka mbështet, kemi pas projekte konservimin e turshijave, punim dorë artizanale të ndryshe, punime me filigram. Kemi pas edhe shumë, jemi dedikuar në fuqizimin ekonomik dhe grave. Qendra u ka ofruar grave për kraje të vazhdueshme psikosociale përmes këshillimit individual dhe në grup, duke i ndihmuar të i kalojnë traumën dhe të rindërtojnë vetbesimin e tyre. Anita Istogu, psikologe në Qendrën për promovimin e të drejtave të grave në Drenës, thot se mundohet që me gratë që i drejtohen kësaj qendre të krijojnë një lidhje, e cila së pari bazohet në besim, duke ofruar pastaj seanca aq sa e kanë të nevojshme. Ambienti unë qendër është thuaj se një grua vjen familjen e vetë, shtëpinë e vetë, dhe mundohemi që me afru shumë dhe me pas një marrëdhënie shumë të hapur me to, me qenë sa ma një ambient i ngrohtë që ato me mujt me shprej veten e vetë, me mujt me i shprej paknacit e tyre, me mujt me kalu një kohë produktive dhe një kohë ku ato mujt me kriju kujtime të bukura dhe të veçanta, po përsa i përket pjesës seancave psikosociale që na i bëjmë me gratë, atëherë mundohemi që me kriju një lidhje e cila së pari bazohet në besim. Zakonisht ne ju ofrojmë atyre numrin e seancave që për to është e nevojshme, qoftë para procesit të aplikimet për njohjen e statusit, qoftë edhe pas këtij procesi, ato gjithmonë kanë dirën e hapur që kurdo që ka nevojë me ju ofru seanca psikosociale nga qendra jonë. Zakonisht këto seanca, normalisht seanca ka një minutazh prej 45 minutave, po duke qenë që na e dim që kemi të bëjmë me një pjesë të ndjeshme të shoqërisë, ne ju ofrojmë atyre hapësirën e nevojshme që atyre dohet deri kur ato ka nevojë më shpreh ose atë sa ka nevojë ato me bisedu me neve. Zakonisht në fillim e kanë pak të vështirë me u hap me neve, duke qenë se po vinte disa persona të ri, nuk po na njohen, po më pas duke kriju një lidhje shumë të fortë, duke pas empati, duke pas një besim reciprok, ndjehemi shumë mirë kur në fund ato na thonë që e kanë gjetë një mbështetje shumë të mirë, një përkraje, dhe kur pasi që ato e fitojnë statusin, njënjet statusit tyre, ato dëshirojnë prapë me ardhë në seanca psikosociale, ndoshta edhe veç për me bisedu për jetën e tyre tash, edhe jo veç për një ngjarje traumatike që atyre ju ka ndodhur. Zakonisht seancat psikosociale ne ju ofrojmë klientëve mos me fol veç për ngjarjen traumatike, po për gjithçka që ato i shqetëson. Pasi që ngjarja traumatike nuk lidhet shumë veç me ato që e kanë përjetuar atëherë. Ndoshta më e rëndë për to janë pasojat që ato i kanë tash, fakti që ato nuk mund të më shpreh, për fakti që nuk kanë përkraje në shoqërinë, në familjen e tyre, edhe për këtë arsye mundohemi që ato me qenë shumë të lira me neve që mendon
gjithçka që ato ka nevojë me ndo. Edhe mundohemi që përmes krillave të ndryshme me i përshtat ato në shoqëri, me i punësu, me i bë me ndjet lira dhe me pranu vetveten edhe jetën e tyre ashtu siç ka ndodhur. Qendra për promovimin e të drejtave të grave në Drenas mbetet një shembull i angazhimit të vazhdueshëm në mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të grave, duke kontribuar në ndërtimin e një shoqërie më të drejtë dhe të barabartë.